Miqtë e Gazetës në Fokus dhe televizionit Dugagjini. Kam kënaqësinë që këtë javë në podcast me pas të ftuar një musafir me cilin do të bisedojmë për një ngjarje, aktivitet kulturor i cili na bën krenar krejt njerëzve në Kosovë. Nuk do të flasim për politik, po do të flasim për festivalin më të madh që organizohet në thuajse në gjithë Ballkanin, e që është Sony Hill Festival. E kam ftuar Alban Kastratin nga kompania Republika, ose më citu si organizatori, kryesori këtij eventi madhështor. Po, në fakt, unë jam edhe përfaqësuesi i Agjencisë Marketingut Republika dhe jam pjesë e ekipit organizativ të festivalit Sony Hill. Edhe kam kënaqësinë me kon musafir dhe me bisedu me ty për detajet e festivalit këtë vit. Faleminderit shumë, na jena miq prej kohësh, po kam ftuar kësaj here për shkak se do na më ushmong pak politike, si kena lodh njerëz tashmë që një vit e gjysmë të mojt të tensionuar me ngjarje politike. Fillimisht kallzona që kanë të bëjë përgatitjet për festivalin e këtij viti, cilat janë rësit e manej jam shumë interesuar me nda me publikun sa është e zërshme edhe sa është e rëndësishme me bën një event kaq të madh që nuk është pa ndonjëherë, ndoshta jo në Kosovë, po edhe në shtetet e Ballkanit. Në fakt, edicioni këtij viti është të shku shumë mirë, përgatitjet po shkojnë mirë, sepse është bërë punë 12 mujore tash. Nuk ma herët ka qenë ka fillu si një projekt i pasionit tonë të përbashkët për me bërë diçka interesante gjatë vitit. Mirë po, ndërkohë kemi pa që kjo është platformë e cila po rritet edhe po i tejkalon ato pritjet ose parashikimet tona, edhe ka fillu me u bë punë shumë më serioze, dhe tash kemi përfunduar tu marrë gjatë gjithë vitit me përgatitjet për edicionin e radhës. Momentin që përfundon, hiqen skenat prej ambientit të festivalit, edhe me njëherë fillon puna për edicionin e ardhshëm, qoftë me kontaktim të artistave të ri që kanë përfunduar edicionin tjetër, qoftë me skena, qoftë me mirëmbajtje të hapësirës, ujitje, mbjellje drojve, rregullim, gjelbrim, rrethoja, gjitha ato tjerat, edhe kjo më pas është bën një punë e vazhdueshme, edhe natyrisht që masnej edicioni i vijus i ri po bëhet pak më i lehtë, sepse gjatë gjithë vitit ne po kujdesemi që të bëhemi gati për edicionin e ardhshëm. Kështu që ky vit po besoj që ka me thy rekordit e vitit kalum, ka qenë për mua personalisht spaku edicioni më i mirë, më i suksesshëm edhe më shumë të jehon ndërkombëtare që kemi pas. Mirë po në bazë të numrave që i kemi deri sot, po duket që ka me qenë një edicion edhe më i madh se sa ai vitit kalum, edhe është fakt që na gëzon, po në anën tjetër është sfidë për cilën duhet me u bogati, po përgjithësi po shkon shumë mirë, edhe pritja e publikut është shumë e mirë, njerëzit mendje po e presin festivalin, ka edhe shumë interesim edhe për mediave të huaja për me ardhur mu akredituar në Prishtinë, kështu që duhet me qenë një edicion shumë i mirë edhe shumë i rëndësishëm edhe me impakt. Alban, kemi me folë edhe për imazhin e Kosovës, që ne vlerësoj më shumë në këtë pjesë, e ndoshta edhe për impaktin ekonomik, po më intereson me dëgju që të rrugtimin. Prej organizimit parë, ti e prej ditëve të para kur ka filluar kjo ide, e deri sot, cilat janë ka vështirësitë, sfidat, edhe a është menu që ka me pas që impakt kaq të madh. Po e bëj një kronologji të shpejt, një përmbledhje. Fillimisht në vitin 2016 kam filluar si seri e koncerteve të Dua Lipës, sepse ajo pa të filluar karrierën e saj ndërkombëtare, edhe natyrisht që një mbështetje shumë të madhe ka marrë pi audiencës në Kosovë dhe në Shqipëri. Edhe si sheh falënderimi për mbështetjen e madhe që ka dhënë publiku shqiptar Duas në fillim të karrierës, janë bërë 2 koncerte, një në Prishtinë dhe një në Tiranë për me festu suksesin e atëhershëm të Duas. Edhe natyrisht ne si ekip e kemi pasur që megjithatë përkundër që është vështirë me bën 2 qytete për një kohë shumë të shkurtër për brenda një jave 2 koncerte të mëdha, ja kemi dalë. Dhe kjo masnej na ka dhënë një ide që e kemi pasur edhe më herët, që me kriju një format të festivalit, i cili është i përvetshëm, është 3 ose 4 ditor, edhe kemi filluar me mendu me u arktu me idenë për me kriju një festival. Me njëherë në 2019 masnej kemi fillu me edicionin e parë të festivalit. Atëherë kemi marrë në Parkun e Gërmisë në Prishtinë për 3 ditë, edhe kemi fillu fuqishëm. Kemi fillu me line-up që kemi pas në atë kohë Martin Garrix, Dua Lipën edhe Action Bronson në 3 skenat kryesore, ndërsa edhe shumë artistë tjerë që kanë performuar. Masnej
2020 ishte pandemia edhe është dashur me bë pauzën, mirë po ne kemi pasur që këto dy edicione, 2018 dhe 2019, janë rrit eksponencialisht tepërshëm edhe kemi kuptuar që nëse dojmë me rrit më shumë festivalin, me masovizu si platformë, edhe kemi pa impaktin e shumanshëm që po e ka, kemi thonë që neve na vjen një hapësirë e re për me pas mundësi me akomodu krejt ta njerëz që kanë interes me ardh, edhe me rrit këtë platformë e cila po ka benefite të shumanshme edhe ekonomike, edhe të imazhit, edhe të jehonës ndërkombëtare dhe promovimit vlerave dhe kulturës dhe muzikës qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare në Kosovë. Kështu që më pas kemi filluar me idenë për me u zhenu në një hapësirë të re, ku natyrisht edhe për shkaqe të sigurisë, nëse don me i ftu 30.000 njerëz me ardhur në festival, Parku i Gërmiç është zona më e bukur që mundesh me organizu një event, mirë po ka limit edhe kapacitete maksimale sa mundesh me i menaxhu. Kështu që kemi filluar mas me punu edhe në brendin e festivalit, edhe me fol me audienca ndërkombëtare, edhe me punu në platformë të biletave ndërkombëtare, edhe në akomodim, edhe me u zgjenu me partneritete, qoftë edhe me bujtina, me hotele dhe me krejt zinxhirin që shkon me transportin ajrore, rrugore, krejt këto tjerat, në mënyrë që me thith këtë qatë kapacitet dhe qatë mundësi që ka festivalit për me u rritë dhe për me mri. Në 2022 mas ne kemi dalë në hapësirën e re, edhe e kemi kuru kështu prej fillimit, sepse ka qenë hapësira ku është sot Parku i Festival, ka qenë një hapësirë e cila është përdorur si deponi për autostradën që është bo Prishtinë-Mitrovic, edhe ka qenë një ambient shumë i çrregullt edhe shumë i papërpunuar për me pas mundësi me përdorë si hapësirë. Na është dashur me punu një vetë vazhdimisht, dikon rreth afër 300.000 metra kub dhe me largu, me rafshu dhe me boni një relief tjetër që është i përshtatshëm për hapësirë publike për me mbledh tanket numër të njerëzve, edhe natyrisht mas ne mu marrë edhe me pjesën e sigurisë edhe të gjelbrimit edhe të gjitha detajet teknike. Këto disa çmendërime të cilat i ballavaçun atë kohë kështu sfar politike. Edhe ka qenë keq kuptim që tani është te kalu, mirë po natyrisht me cilin është dashur të marrë sepse u keq kuptu ideja dhe na kemi thonë që kemi nevojë për hapësirën, jo për pronën, s'kemi nevojë me qenë titullar të asnjë pronën, por kemi nevojë për hapësirën. Me që nuk ka pas hapësirë të gatshme mu përdor të nesërmen po se bazojmë prej dikujt që ka një ide dhe një ambicie të njëjtë sikur na, është dashur me kriju vetë, me investime vetanore, për të marrë zotimin për me impakti i këtij organizimi është shumë i madh se çfarë do tjetër në shfrytëzu ajo tokë, edhe në aspektin ekonomik. Edhe është dëshmu në këtë formë. Edhe për çdo vit numrat po përmirësohen, po rriten, edhe kemi, po them, pa modesti, kemi numra të jashtëzakonshëm. Edhe gjatë javës më ka ra me bisedu me disa prej medjave të huaja, që po vinë në Prishtinë po akredituan ose po kanë interesim me ardh edhe disa tjera. Edhe kur i thuti që na në Kosovë prodhojmë këtë impakt për me një ngjarje, duket pak si e pazakon sepse ata nuk përballen me probleme të tilla, nuk kanë, për shembull, Kosova nuk ka qenë dhe nuk besoj edhe rajoni nuk është destinacion për emrat më të mëdha të muzikës botnore me ardh. Për shkak se ata janë të kërkuar prej kryeqyteteve kryesore botnore me shku dhe me performu. Në vende ku ka traditë, kulturë, ku ka dhe audiencë, edhe ka gatishmëri për me pagu për performancën Katy Perry ose Miley Cyrus ose Calvin Harris. Këtë rast nuk kryen puna sporja madhe sepse nuk është destinacion. Ndikim ndoshta qysh mundet me pas duke duali. Edhe unë bësha pyetje edhe artistëve vendore dhe edhe tjerëve, njerëzve të industrisë, nëse kishe pas një imazh ose një fuqi dhe peshë si profil, si Katy Perry ose Miley Cyrus, a kishe shku ti me një vend që nuk është fort destinacion për festivali. Domethënë kishe pas me një herë një farë droje, kishe thonë pse duhet me shku kur këtë bota më kërkon, me shku me një vend, Sa është e zashme mi bind Alban? Po tash po bëhet gjithmonë. Se kanë ditë në shtatë kuma Kosova. Sakt, po kemi asnjë rast plot kemi pas. Mirë po me kohën po bëhet më e lehtë për shkak se festivali e ka ndërtuar portfolin e vet. Edhe për shembull kur e thirrti një artist, ai thotë që unë si festival, për shembull si organizim, e kam pas për shembull në edicionin e parë, kam filluar me Martin Garrix dhe me Duan, ndërsa për shembull festivali më i madh në Evropë, që është Tomorrowland, vetë në vitin e 7 kam rri me siguru Martin Garrix,
Edhe masnija përmend krejt emrat që kanë performuar, edhe Burna Boy, edhe Katy, edhe Miley, edhe Calvin Harris, edhe J Balvin, edhe plot emra që në vitet kur kanë ardhur në Kosovë, për shembull, kanë qenë në pikun e karrierës tyre. Për shembull, J Balvin kur ka ardhur në Prishtinë me performu, ka qenë artisti më streamed në Spotify atë vit. Se është princi i reggaetonit, edhe Amerika Latine edhe bota latine shumë e madhe. Pastaj ka shumë peshë dhe rëndësi ai si artist. Ai edhe Bad Bunny janë dy emrat kryesorë që ekzistojnë në botën e tyre, kështu ndërkombëtarisht po flas. Edhe na kemi mërimi marrë dhe J Balvin për shembull. Kështu që kur ja paraqitet CV-n e festivalit artistëve të tjerë, masnej është bëhet më e lehtë. Se e din që ata dhe kanë ardhur, kanë performuar, shohin edhe pamjet, na shohim edhe këto përmbledhjet vjetore që kemi të festivalit, ja u dërgojmë dhe tregojmë që edhe audienca është interesante dhe është pothuajse më e mirë ndoshta se në plot vendet e Evropës që ata performojnë. Masnej fillon me u bë më lehtë. Mirë po, në fillimin nuk ka qenë shumë. Mediat e mëdha ndërkombëtare, ndër të pakta ngjarje që i përkushtojnë vëmendje sigur. Po, na provojmë, domethënë ajo është njëri prej misioneve tona, domethënë që përveç edicionit të suksesshëm që duhet me e bë, na kujdesim kështu maksimalisht që edhe për dy drejtime tjera. Me pru sa më shumë audiencë ndërkombëtare në Kosovë, sepse është festival ndërkombëtar, edhe m'ia dhon mundësinë dhe rastin të hujve që kanë paragjykime për Kosovën edhe për rajonin, më thonë që është sigurt, trajtohesh mirë, ndoshta më miri dika. Edhe audienca po, edhe audienca është mirë. Incidente kësaj është mrekulli. Është me zero incidente, fatmirësisht. Kështu që fillimi ka qenë i vështirë, mirë, por ndërkohë ka filluar me u letu kjo puna e bookingut të artistave, edhe pse mbetet prapë sfidë shumë e madhe, sepse periudha kur ne kemi festivalin është sezoni festivalin në këtë Evropë. Edhe për shembull janë shumë festivale, mbi 2000 festivale të zhanrit tonë janë vetëm në Evropë. Tash, domethënë ki 2000 palë që mundon mi marr një grosht artistave, edhe bëhet shumë e vështirë dhe çmimet rritin edhe transporti është problem, për shembull se kur kemi pas vitin e kaluar Shawn Mendes për shembull, ai ka ardhur me 100 veta staf. Wow. Veç stafi i ngushtë, plus masnej edhe kamionat me krejt pajisit edhe produksionin, domethënë edhe distanca është, edhe transporti ndërkombëtar është problem. Mirë po krejt për te kalohen edhe tash kemi një problem të mirë. Po kemi vazhdimisht, për momentin që po flasim, kemi rreth 100 kërkesa për artistëve të huaj, për me ardhur me performu në Prishtinë në Sanel. Tash jo me lyp po ka kërkesa për. Sakt. Tash kemi mrin këtë pikë edhe natyrisht ka të zhanreve ndryshme, të masive të ndryshme kështu si profile, po vazhdimisht po marrim kërkesa edhe na vijnë prej këtë vendeve të botës kërkesa me performu një artist. Prandaj mundohemi edhe aty kena një sfidë se mundohemi mi dhon hapësirë edhe artistëve të ri vendor edhe artistëve të konsolidum vendor, që me bëni varë balansi mes muzikës të huaj dhe muzikës tonë, për shkak se kemi shumë rëndësi edhe imazhin e vendit tonë, me tregu që na kemi artistë shumë talentuar dhe duhet me ia dhon skenën aty ne sikur artistave të huaj. Publiku alban në rang me çdo festivale ku performojnë artistë emra kaq të mëj botror. A jemi të përafërt me organizime tjera që bëhen nëpër botë, nëpër Evropë? Publiku mund me thonë se na tash edhe po vizitojmë vetë festivale. Për neve na duket sikur është vetëm festival ku ti sheh shumë njerëz të huaj që vinë në Kosovë. Po krahasu me koncerte tjera. Nuk është shumë e zakontë me ardh kaq shumë njerëz me një festival, njerëz të huaj të vendeve tjera. Mirë po, masnej ka dhe plot faktorë tjerë që pse ata vinë. Për shembull, kemi artistë ose kombinimi i artistëve që kemi na për një edicion. Sikur vitin e kaluar për shembull kemi pas Peggy Gun, Anima, Anima është rezident në skenat kryesore botërore të muzikës elektronike, njëjtë edhe Peggy Gu. E kemi pas masnej Shawn Mendes me Duan. E kësi kombinimi masnej nuk e gjen. Është shumë unik si kombinim. Masnej është afër dhe lehtë me mrin Kosovë. Domethënë qoftë nëse Kosova s'ka fluturime direkte, po ka shumicën, po ka Tirana dhe Shkupi. Masnej ka dhe mundësi për shembull me ardh, me thon hungarez ose bullgar, ose grek, ose italian, me ardh edhe me makina, kështu që po bëhet më e lehtë për audiencën e rajonit, mirë po shumicën e kemi prej vendeve të Evropës, ka dhe shumë prej Amerikës. Amerika ka një përqindje të rëndësishme, veç se natyrisht ideja është që me rrit numrin e njerëzve ndërkombëtar që vinë në Kosovë, edhe ja kemi arrit. Për shembull vitin e kaluar i mora statistikat para se më ardh në studio, i kemi pas 55% të audiencës të huaj, ndërsa po
vendor ka qenë më pak. Kështu që kjo po shkon në drejtim, edhe mesatarja vjetore, prej ka vinë njerëzit, prej sa vendeve vinë, po shkon në 60 plus shtetet ndryshme të botës për ka po vinë. Synimi është prej një shteti ose do grupe që na I shohim ose që vinë më herët, kështu si me thonë, vjet kemi po shumë prej Turqie, kemi po një pjesë e madhe edhe diaspora jonë që tashmë Po tash çfarë po ndodh me diasporën është shumë e rëndësishme me përmend. Edhe pushime tash po i lidh për shkak të presionit të fëmijëve. Sakt. Që e tash çfarë po ndodh është që fillimisht ka nisë me ardh diaspora janë, mirë po kur kanë po eksperiencën që kanë përjetuar në festival, ka qenë jashtëzakonshme dhe masnej ata po I bindin dhe shokët e tyre, po thuj se në secilin rast, gjerman, zvicran, austriak ose belg ose holandez, nëse ata jetojnë shqiptar në atë shtet, nuk po vinë tashmë vetë familja, po vinë bashkë me shoqërinë e tyre. Pe krejt vendeve të Evropës, edhe pe Amerikës natyrisht. E masnej kjo po bëhet një nxitje shumë e rëndësishme për tritë të diasporës me ardhë në vendlinjën e tyne, edhe nëse se kam pas plan. Pak e ninë edhe krenari, tash në rrethin ku jetojnë me... Edhe mikpritja mas në edhe ata kujdesin për mikpritje, që ata shoqërinë që I marrin prej Evropës me kalu një javë, ose një 10 ditë ose 2 javë në rajon qoftë me shku në Bregdet në Shqipni, ose me pa rajonin, edhe bëhet një aventurë shumë interesante për ta, e tash ajo veç po rritet. Për shembull, kemi pas një grup të anglezëve, që kanë ardhur kështu këtë rastësisht, me thonë, ju ka pëlqyer si ide, e tash janë të rregullt edhe po rritet ai grupi. Se tash fjala po shpendohet edhe ata pi tregojnë shokëve të vet sa mirë kanë kaluar vitin e kaluar. Tash vinë një të organizuar në numra më të mëdha. Edhe po bëhen kështu bujtinat po rriten edhe kapaciteti po rritet sepse natyrisht nëse rritemi ose dyfishojmë vetveten, prej 30.000 njerëzve në ditë, nëse bëjmë 50.000, 60.000 njerëz në ditë, për momentin nuk kemi kapacitete si Kosovë, si shtet, kapacitet mjaftueshme të akomodimit. Para mendoj. Nuk ka mundësi se ka që mallë shteti s'ka kapacitete me Sakt, sepse unë një statistikë që kam dëgjuar nëse s'gaboj për shoqatës hotelierëve, është që në Kosovë janë diku rreth 10.000 shtretër. Ndërsa na potencialin për me pru audiencë kemi disa mijë më shumë. Kështu që pyetja është ku kanë menajt njerëzit. Tash ose duhet secili prej neve me fillu me lëshu ato banesat me shku banesat që s'pi përdorim ose dhomat ose për me natyrisht për një pagesë që ata e marrin prej tyne. Mirë po ideja është që na kemi mushëndruar, domethënë në javën e festivalit një farë vendi mikpritës edhe secili prej neve kemi misjel dyrt me pru të huaj sepse natyrisht po dojmë me dhoni imazh dhe një përshtypje të mirë. Ndërsa hoteleria për shembull po bëhet problem se 100% e saj po rezervohet. Edhe jo veç Prishtinë. Madje bukiratë shumë herët me kësaj. Të përfshin edhe qytetet përreth. Edhe qytetet përreth, po tash edhe qytetet tjera të Kosovës. Përveç Abiliqit, Fushë Kosovës, Lipjanit, vendeve tjera, Ferizajit për shembull, Mitrovicës, tash kanë shkuar edhe në qytete më të larta, si më thon Pej, edhe në Prizren, në Gjakov, ndërsa për shkak të autostradës së lehtësisë lëvizjes, për shembull kemi pas raste që kanë shkuar edhe në Shkup. Për shkak se hoteli me besyje s'ka pas mundësi me rezervu në Prishtinë, ndërsa Shkupi ka qenë I lirë plotësisht, edhe ka plot huj që rezervojnë Shkup, vinë gjatë ditës për Evropian 45 minuta. Po, nuk është distancë e madhe, kështu që domethënë impakti jon po shkon përtej Kosovës edhe po rritet. Alban, që na kena thonë edhe mendoj që çdo njeri që viziton është momenti ndoshta më emocional, përveç kombëtare në futboll kur I ka të fitoret është festivali kur hyn në sheh tonat madhështia ata njerëz. Çka presim këtë verë Alban? Këtë verën fillova të thonë që na gjatë krejt vitit po punojmë që me bëni një edicion më të mirë, edhe këtë verë, këtë edicion na presim më shumë njerëz e për faktin që kemi më shumë njerëz jemi të ishtu dhe skenat. Domethënë tash kemi Sa është pritja Alban? Duhet me qenë dikon rreth ne presim ose mesatarja standarde ka qenë 20-30% rritje për vitit në vit, edhe besojmë që edhe këtë vit ka me qenë në atë raport. Domethënë 20-30% më shumë audiencë, më shumë njerëz që kemi pas rritje këtë vit. Që mundet me kalu 30.000. E kalon 30.000 në gjithsesi, edhe besoj që nëse aferohet ka 30.000 kish me qenë interesant, me pa edhe na apo mund me akomodu këtë atë rritje dhe atë numër të njerëzve. Po
ka me qenë një edicion i madh, sepse edhe po shtojmë, edhe ne ka aspekti programor, po shtojmë program, kemi me fillu shumë herët ditën, domethënë programi ka me fillu në ora 2 ditës, Okay. edhe kemi pas skenë të ditës, edhe 2 skenat që shkojnë paralelisht me 2 zhanre të ndryshme, muzikë, po supozojmë të vjen ora 2, don muzikë elektronike ose pop ose rock, e ki skenën e veçantë, e pej mas ditës, mas ne aktivizohet skena më e madhe e festivalit që është Sunny Hill Stage, edhe ajo shkon deri në 12 natës. Për shembull, në skenën ku performon Katy Perry atë natë, momentin që kryhet performanca e Katyt, menjëherë aktivizohet skena C4 që është për muzikë elektronike, edhe që unë muj me thonë pa modestina që disa vjet e kemi shndruar në skenën më interesante të muzikës elektronike në plot vendet e Evropës. Për shkak të kombinimit të artistëve që po vinë, domethënë Recipat noja përveç Katy Perry çka ka me pas këtë sezon. Përveç Katy Perry kemi edhe të konfirmuar edhe të njoftuar edhe Martin Garrix në skenën e njëjtë në natën e tretë. Kemi Kind of Music që është tresha më e famshme e muzikës elektronike për momentin në botë. Neve na vin Adam Porte dhe Rampa, 2 prej 3 artistave që kanë kolektivin. I kemi Carliton, e kemi Pasa, është një DJ shumë i famshëm britanik. Mas ne kemi një grup interesant të muzikës të zhanrit K-pop, interesant që janë prej Turqisë, është Manifest. Është një grup i vajzave që në Turqi ishin jashtëzakonisht shumë të famshme, edhe për befasin tëm, si kom ditë që mundet një band turk me pas ka shumë përcjellësa dhe njerëz që e ngojnë muzikën e tyre dhe zhanrin edhe krejt apo krijojnë ato kështu kulturalisht në Turqi, çfarë transformimi po bojnë atje. E kemi zgjedhur edhe ato, ndërsa kemi pas edhe plot emra të tjerë. A ka në Alban që jeni të negociu, po se keni bërë publik hala? Që tash jemi të finalizuar ata që e kemi pas që është e mundshme me i kontraktu. Besoj gjatë kësaj jave dhe mrena 5-6 ditëve kemi me mbyll line-upin komplet, edhe me dalë me posterin e përgjithshëm me krejt emnat edhe artistat. E mas ne besoj që kemi pas edhe një shtytje ekstra për ata që kanë dyshuar apo ju pëlqen line-upi këtë vit. Kur t'i shojnë edhe emrat e fundit, kanë me thonë, nëse se kanë ble biletën, kanë mirë apishme. Qysh ndodhë zakonisht, gjithë ndodhë. Nas bulen ajo kështu për ekskluzivitet ajo? Po për çështje kontraktuale që i kemi me artistat, nuk e kemi të mundshme me i publiku, sepse janë marrëveshje të mrenshme që na kufizojnë, domethënë nuk mundin para kohës. Ç'është pjesa e negociatave Alban? Se ka kurreshte kështu. Unë personalisht nuk merrem me këtë pjesë, merret kryesisht merret dugje direkt me artistat e mëdhaj, edhe me artistat rajonal, rajonet edhe krejt tjerë merret kolegu jam Fati Gjakova. Ata merren me program më shumë, unë merrem me pjesën me pjesë tjera të punëve që i kemi bashkë me ekipën në Zyrë në Prishtinë, kështu që secili i ka punë të ndame, po secili ka vështirë dhe kogja sfiduese pjesën e vet se përveç pjesës sigurisë Alban, edhe akomodimit, a kanë edhe, si më thonë, secili prej tyne kërkesat të veçanta kështu? Artistat, po. Artistat kanë, zakonisht i çojnë 2 lloj dokumente, për momentin që fillon negociata ose që din që është e mundshme me kontraktu, përveç pjesës natyrisht financiare dhe kompenzimit të krejto, është pjesa e produksionit shumë e rëndësishme. Domethënë ata artistat që na i bim nuk vinë në skena të zakonshme. Nuk ka skenë në rajon që nëse se importanti atë skenë, që artisti pranon, për shembull një artist si Dua, ose si Katy Perry, ose si emrat që kemi pas, që pranon me performu në atë skenë. Domethënë ka shumë detaje teknike dhe specifika teknike që duhen mu plotësu në atë skenë që artisti me pranu. Domethënë si për zërim, si për video, si për kështu skenë, përgjithësi strukturë, ka shumë detaje teknike që duhen mu plotësu si kritere për me pranu artistin me performu në atë skenë. Sepse janë emra të mëdhaj edhe natyrisht nuk dojnë me performu në skena që nuk i plotësojnë standardet e tyre. Kjo është e parë. Natyrisht mas një pjesa tjetër është ai hospitality rider që thirret. Është ajo pakuja e mikpritjes që ata i që ta ka kështu shumë gjëra të veçanta që secili prej tyre. Ka shumë veçanta. Edhe janë të vështira, po tash natyrisht edhe tregu është plotësuar dhe për shembull më herët kena pas raste është kërku ujë vulkanik ose ka pas lloje të ndryshme të, çfarë më thon, kujdesit personal, produkte të ndryshme që nuk e kemi pas në treg ose ka pas raste të ushqimeve që për shembull nuk i gjen drejt. Hotele, edhe hapësirat. Po në atë pjesë, më thon që
kolegët e mia që merren me kështu me mikpritjen e artistave, edhe ambientin që kemi krijuar aty në dhomat e artistave, ku ata ndrohen, vinë me ekipet e tyre të vallëtarëve, ose të back vokallave ose të tjerëve, po më thonë që dhomat e artistave kemi për më të mirëve në krejt festivalit në Evropë. Janë të jashtëzakonshme. Edhe ata befasohen kështu për të mirë sepse natyrisht kanë paragjykime. Kur ti thotë po vinë në Kosovë, ai mundet me ne gjysmë zemre me unis, po masnej përfollja e festivalit tregon që ka emra të mëdha që kanë ardhur aty dhe duhet edhe ti me ardhur, s'ka problem. Mirë, po kur vinë masnej, befasohen kështu me krejt çashojnë, domethënë qoftë prej mikpritjes prej aeroportit kur aterojnë, domethënë prej kalimit në VIP në aeroport, pritjes edhe mediave, edhe vëmendjes, masnej publikut, fansave që shkojnë me i prit, masnej edhe mikpritja kështu në qytet kur dalin. Edhe kur vinë masnej në dhomët e tyre, thonë për shembull ka pas raste që kanë thonë as në Angli në festivalet më të mëdha që kanë shumë traditë, nuk kemi kësi kushte dhe kësi pritje. Na kemi qef me impresionu pak. Edhe është pjesë e kulturës tonë me mikpritja. Ka jarë kjo e efektin kur është i përkushtuar. Edhe mundohemi tregu që Kosova është e plotësuar në plot drejtime dhe që ato paragjykimet që ata i kanë pas kanë qenë pa drejta. Për shembull kemi pas në një rast me një artist anglez Skepta, është shumë i famshëm, është ikone e muzikës angleze britanike, edhe ai pa të bënë një video. Se hotelin ku e kemi vendosur atë artist, për shembull ka qenë hotel me 5 yje, me wellness, me spa, me gjithçka. Edhe ai ka një video ku thotë më thëshin mos shkon në Kosovë, se kam më kon rrezik, s'është për ty. Këshire tash ku kom ardhur, edhe e shfaq këtë ambientin, edhe i lavdohet shoqënisë ti, edhe ekipit vet, edhe njerëzve, audiencës vet, mi tregu që Kosova është një fotografi tjetër. Dhe kjo është shumë pi qëllimeve kryesore që na kemi mrit. Domethënë prej edicionit të parë, kur kemi media për shembull na ka ardhur që të promovojm se po të ndërprejmë apo që të veç që të promovojmë apo Kosovës, ndërsa duhet mi shpenzu do miliona të majtë buxhetit me saktash dalte që kjo pjesa e mbulimit medial, po për shembull veç mediat që kemi pas, për shembull New York Times, në vitin e kaluar kemi pas BBC, The Guardian në Prishtinë. Kemi pas më herët Vogue Magazine, Elle Magazine, Cosmopolitan, Rolling Stones na përcjellin, MTV, për shembull kemi pas një bashkëpunim me ambasadën italiane më herët dhe kemi pas këtë Rai, këto kanalet e Rajt në Itali, tu na përcjell. Kemi pas radio kombëtare italiane si sponsor medial. I kemi edhe në rajon, për shembull në Maqedoni kemi radio dhe televizione që na mbështesin. Njëjtë kemi edhe në Shqipërinë edhe në Belgjik për shembull kemi pas. Kemi pas raste kur në koncerte tjera që kanë ndodhur nëpër Evropë, i kemi shfaq imazhet e festivalit tonë, kemi promovuar Kosovën, e kjo masnej ka kriju shumë vëmendje të krejt audiencat e huaja edhe të mediat posaçërisht. Edhe në vite të caktuara, për shembull ne mbulshmëri mediale kemi pej se i masim, kemi vegla për mi mat këtë impakt medial që e prodhojmë. Edhe kemi pas raste deri në 6.000, 7.000 artikuj janë publikuar për neve, krejt me ton pozitiv. Domethënë ku përmend Prishtina, Kosova, ose dua, ose muzika, ose festivali, edhe kjo është bo tash e përveçme. Ne kemi dikon bashkë me mediat vendore, kemi dikon rreth 150 deri në 200 media të akredituar në festival, edhe gazetar. Gazetar ndoshta edhe shumë a shumë, po media edhe ekipet e akredituar kemi dikon rreth 150. Edhe kemi bë vitin e kaluar, kemi bën një bashkëpunim me AGK-n, se kemi dashur është numri shumë i madh i gazetarëve. I kemi thonë ju jeni një adresë komunë. Po, edhe një adresë dhe ju jeni më profilizuar për me trajtu mediat e huaja, edhe adresa në të vinë ata të ju në t'i marrin pasat. Impact shumë i mirë edhe për AGK-n e për neve që ju krijoni që të Po e kemi bashkëpunimin kështu me krejt mediat, përfshi juve që na keni mbështetur prej fillimit, kështu që në atë aspekt jemi shumë me fat se kemi një komunitet medial i cili na mbështet, na promovon, edhe mundohet me i përçu mesazhet tona të rëndësishme, si në këtë studio që bëjmë sot, edhe masnej kur kemi mat impakt medial të mediave të rajonit, Kosovës, të Evropës, të Amerikës, krejt që na kanë mbulu, me një kompani angleze që ka bëu hulumtimin, ka dalë që nëse që ky publicitet ndërkombëtar kështë qenë i pagum, domethënë i porositun. Që shkruajta që ata që kujtoj para 2 vjetë 7 milion i ka pagu shteti i Kosovës. Po me kampanjën që ka qenë për nation branding po Kosovën. Efekti i saj u kanë shumë ma i vogël, më thon minimal krahasu me impaktin që jep. Po na kur kemi bëu ulëmtimin me këtë kompaninë angleze, ka dalë që nëse kishim ble këtë vëmendje mediale, hapësirë mediale,
kostoja e asaj kampanje kish me shku në $253 milion. Wow. Për një edicion. Edhe kjo tash po shkon për çdo vit, po rritet edhe po shumë fishohet. Për momentin që po flasim Që vlerë mu me konsideru që ja keni dhënë pro bonus shtetit Kosovë. Po me shumë kënaqësi bile po mundohem me rrit vazhdimisht. Edhe për shembull në momentin që po flasim e kemi një medium gjerman ose televizionin nacional gjerman që po bën një dokumentar të shkurt për festivalin, dokumentar 7-10 minuta, vinë në Kosovë, vinë në festival, vitin e kaluar patëm Leica si brand kamerave që ka ardhur me çka po bëjmë na, mas ne kemi pas Pumën, kemi pas këtë brand ndërkombëtare që kanë ardhur për vizitë. Edhe natyrisht brendet që na mbështesin, kemi krejt brende ndërkombëtare ose shumicën e brendeve ndërkombëtare dhe brendet më suksesshme vendore, kështu që domethënë është një grup i madh i njerëzve që bëhen bashk për një qëllim për me kriju diçka të mirë të përbashkët edhe që ka impakt. Impakt direkt ekonomik, domethënë zinxhiri ekonomik që është zhvillu, është impakti njerë që është imazhi ndërkombëtar. Në ato që çdo shtet gati investon miliona për me promovu vendin e vet, si mundësie investime të huaja, turizmit, gjëra të tjera. Turizmit kulturor, diplomacisë, për shembull na kemi targetuar vitin e kaluar kemi targetuar vende që kanë njoft Kosovën. Për shembull na jemi mbulu në Meksik, në Indi, në Brazil, në Spanjë për shembull. E tash fokusin e kemi te vende që nuk na njohin. Që edhe me thy para gjykimin edhe mu parafru na me shoqërinë e tyre. Ata na njoft me pa më shumë pe popullsisë tonë. Me pa rinin tonë, muzikën tonë, artistat tonë, me thonë këta njerëz ku kanë nëse jo më të mirë se na, të barabartë me neve gjithçysh. Kështu që e kemi edhe çat pjesë të rëndësishme. Domethënë përveç promovimit medial, mundohemi edhe kemi bashkëpunuar edhe me ambasadat në kaluamën. Kemi thonë që po e krijojmë një buklet, po bëjmë një manual që secila ambasadë e Kosovës nëpër Evropë mundet me shpërnda. Kur i vjen ambasadorët e Kosovës në mysafir në Belgjikë ose në Holandë ose në Zvicër ose kudo, ai mundet që një pjesë me promovu Kosovën përmes një ngjarje si festivali. Për shembull kemi punuar tash edhe me Vizerin për shembull. Kemi bua ata nëse s'gaboj kanë dikun hapësirën ku ka vjet, ka pjesa më e madhe e ambasadorëve, po unë kam pasur që ata shijojshin jashtëzakonisht shumë. Po edhe ambasadorët e huaj edhe tont, dy palë. Kështu që edhe po punojmë edhe me ambasadët e huaja. Për shembull kemi një bashkëpunim me ambasadën britanike. Edhe po dojmë me forcu që të lidhin Kosovë-Britani sepse na shumicën e artistave po i kemi të Britanisë. Po ne edhe këta trit edhe krejt tjerë për shkak që janë një farë parafrimi edhe shoqënia më e përafërt për shkak që familja Lipa jetojnë në Angli dhe kanë rreth më të madh të edhe ata mas ne janë shumë të lumtur me bu gjëra bashkë me neve. Ambasada britanike në Kosovë, ambasada amerikane për shembull. Kur kemi pas Miley Cyrus, ata janë fascinuar me faktin që ajo ka ardhur, se është emër shumë i madh për industrinë amerikane të muzikës, njëjtë tash Katy Perry. Edhe ata mas ne dojnë me marrë përsi, thonë, okay, na leni tash edhe neve një copë mikpritje se na po presin ambasadë ose po marrin në dreka ndarka dhe në takime, edhe zyrtare dhe jo zyrtare, në mënyrë që është pjesë e kulturës tyne, është pjesë e popullit amerikan, një artist shumë i madh, edhe është aset i tyne, dhe ata dojnë edhe me mbrojtë, edhe me rujtë, edhe me promovu. Kështu që për Kosovën është diplomaci shumë e madhe. Po, kemi bërë shumë partner në rrugës, po qëllim shumë për me rri disa objektiva shoqënore, me ndru imazhin e Kosovës, mos me u raportu për Kosovën si vend i luftës ose i mas luftës, po si një vend me aspirata evropiane dhe hala në Evropë ki njerëz që ose biznese që mundohen mi bind diaspora jonë, thonë jo se është zonë konflikti ose po vend i pasigurt, edhe në fakt na i tregojmë që siguria është më e madhe se në plot vendet e Evropës, që 3-4 mëngjesit i mundesh me u kthy në banesën tonë në hotelin tënd pas një të lash. Në fakt na e mundsojmë me transportin falas me të kthy ku don ti. Veç domethënë krejt kushtin me plotsu, veç me qenë sa më me kpres për të hujt, edhe ata me ardhë njerë vetë, masnej me shpërnda fjallën me prodhe shoqërinë e tyne, edhe kështu masnej na me mri kapacitetin tonë të plot për me akomodu aq njerëz sa mundim. Se po them Kosova nuk mundet prap shumë, po aq sa mundet na me që botë punën tonë. ke mund thuhet që efekti u mri. Fakti që çdo vjet ka numër më të madh që kjo është mri. Nëse i kthemi impaktit ekonomik direkt, që është më vështirë më shumë mendoj për shkak se që ata njerëz që vinë për 4-5 ditë në javë në Kosovë, ushqimi, akomodimi, transporti, gjitha të tjerat, veturat,
parkingu, taksi, Ka shërbimi. matje sa mundet me kanë që ky impakt? Për Prishtinën, për Kosovën, për sa mundet me kanë... Na kemi bo një matje vitin e kalum, edhe në fakt shoqata e hotelierëve të Kosovës ka dalë me një shifër që ka qenë 22 milion vis në hoteleri, edhe 22 milion. 22 milion impakt direkt ekonomik, ndërsa nëse ashtojmë krejt zinxhirin, domethënë prej momentit që ti nisësh prej Stambollit, Londrës, Berlinit, Parisit, kudo, domethënë përveç biletës aeroplanit e ki edhe shërbimin taksi, masnjë ki munal dikun me hongër, ki me flight dikun, ki me ardhë në festival, ki me dalë ditën, se na nuk kemi festival 24 orësh. Për shembull, po masnjë edhe çka ndodh me ekonominë tonë. Për shembull, njerëzit që vinë në festival fillojnë një muaj përpara me u bogati. Ose kursejnë, ose punojnë ekstra punë, ose orë shtesë për me bëni një buxhet që me ardhë me shiu festivalin, edhe në përmbledhje, me thonë me një fjali, edhe odat ekonomike, edhe ekspert ekonomik që kemi diskutuar, edhe matje që kemi bo, na binë një përfundim që nuk ka asnjë javë ose fund javë të vitit që ka aktivitet më të madh ekonomik në Kosovë se sa java kur ndodh festivali. Kështu që kjo është, kisha me thonë, përmbledhje. Bizneset e Kosovës në një formë arrin efektin rreth 22 milion impakt direkt prej festivalit. Po, veç kjo kryesisht është në hoteleri. Hoteleri, në hoteleri, jo matja edhe në këto shpenzime tjera. Qa me thonë kozmetik, ka plot sallone që nuk mundën me ofru shërbimi që sa kanë kërkesë. Po minimumi i matshëm te hoteleria 22 milion, që kjo mundet me konë 2 fishi, 3 fishi i kësaj. 2 fishi mundet me konë kur e marrim krejt zinxhirin, sepse te je i prirur me dalë më shumë, me shpenzu më shumë, me najt më gjatë, ti nuk e përfundon, nuk shkon në shtëpinë ora 9. Në fakt natyra për çka vjen është, çose me thonë me najt gjatë. Shpenzuar me Kështu që po edhe kursimet që bëhen, domethënë edhe pe hujve ose edhe pe rajonit, domethënë është një, çfarë më thon, i grumbullim i impakt ekonomik për një vikend i cili nuk mundet më repliku pe asnjë biznes. Nuk ka biznes në Kosovë që mundet me pas kësi efekti, një spillover effect, një efekt të tillë që multiplikon plot industri, jo një. Se për shembull ti mundesh me si media me pas një javë shumë suksesshme, po nuk indikon krejt zinxhirin ekonomik. Ndërsa në rastin ton ndodh kjo. Edhe masnej kjo na bën shumë të lumtur, se na nuk përfitojmë për hotelerisë as për plot faktorëve që ndodhin. Kosova në aspektin e marrëzit ndërkombëtar, bizneset në qarkullimin edhe rritjen e kërkesës. Kështu që na jemi të lumtur që e krijojmë një efekt tillë edhe natyrisht lypim tankuar mbështetje prej krejt instancave, qoftë lokale ose qendrore, me bot mundur që këtë efekt me rrit, jo për festival. Po them, për shembull, jemi të punuar me qendrat e studentave që të huajt që nuk kanë mundësi mu akomodu dikon tjetër, nëse shkojnë në qendrë studentore të paguajnë atje një natë, një shtrat. Që në fakt është dash një pjesë ndoshta një kategori e studentave, ose dikujt me bën që me pas shumë më të favorshme ose me çmime shumë. Ato janë, për shembull, hapësirat janë të lira gjatë verës, se student janë në pushimet verore. Kështu që mundohem me kriju partneritete të ndryshme që me kriju efekt shumë anshëm. Masnej çka kemi bë, kemi shkuar edhe nëpër komuna, kemi thënë kryetarëve të komunave ose drejtorive të kulturës edhe të ekonomisë, kemi thënë a e bëjmë një program përbashkët, që kur të vinë të hujt në Kosovë, mos të vinë në festival me najt 3 ditë me shku në shtëpi vet. Po për shembull, rajoni i Dugazhinit mund të më thonë, na po bëjmë zip line, po bëjmë aktivitete në pej të martën që njerëzit në vinë të hanën, martën shkojnë pejt, mërkurën shkojnë Gjakovë, tajtën shkojnë Prizren, e premtën vinë Prishtinë. Biliona menaj që këta është dash me bon që si organizime që ja ofrojnë këtë falas të hujve, vish për me mrriqit efektin e... Se ideja është që ata me najtë marrë gjatë Silvestrit. Nuk përdojmë na me kriju një efekt për 3 ditë, përdojmë me kriju spaku për një javë. Kur e krijojmë për një javë, ata eksperiencën e kanë të mirë. Vinë Kosovë dhe shijojnë atë javë, masnej dojnë me ardhë edhe gjatë dimrit, edhe masnej shkojnë edhe në Brezovicë, edhe shojnë pe i venit tonë ma shumë, e masnej bëhen vizitat përsërituna, edhe kjo është impakti që festivali është karemi, me thonë, grepi, që i tërhek, mirë po ata masnej eksperienca e mirë e Kosovës në krejt komunat, masnej i shtynë ata me ardhë prapë. Shumë ide e mirë që. E kështu që na po mundohemi në krejt drejtimet me kriju bashkëpunime dhe me i tregu, sa të hapon jemi edhe hajde është thirrje për me u bë kreativ bashk, qoftë me media, qoftë me komuna, qoftë me qeverinë, që ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Edhe të bim sa më shumë njerëz, po natyrisht
tu rrit kapacitetin. Domethënë edhe qasja në rrugë, edhe në edhe linja të reja të fluturimeve që po bëhen, po shtohen çdo ditë më shumë aeroporti i Prishtinës, për shembull tankuan është të shtu destinacioni. Po çfarë po ndodh? Për shembull na kur kemi një grumull të madh njerëzve që vinë për një destinacioni, çfarë më thon, mund me qenë pej Romës ose Milanës. Na thojmë, a mundet aeroporti i Prishtinës për shembull, aviakompanitë që ato ditë e festivalit mos marrin me aeroplanet e vet standard, po marrin me aeroplanet më të mëdha që i kanë në dispozicion. Nëse s'mundu me shtu linja të shfrytëzon, po kapacitetin të rrisim kapacitetin spakut që mos na vinë 100 njerëz me një aeroplan, por na vinë 250 ose 300 ose 500, sado që ka kapacitet kompania ajrore me i sjell në mënyrë që të arrisim impaktin. Edhe mas ne çfarë po bëjmë, tjetër është po punojmë me tur operator. Pra me këta tur operator që janë të Turqisë, kanë shumë përvojë me resortet në Turqi ose në Greqi ose në vendet përgjetore. Tash po i thrasim në ata dhe po i thojmë. Na e kemi një pako. E kemi, po supozoj. E kemi një program një javor në Kosovë, kemi pak kaç komuna, kaç vende kemi vizitu, kemi vlajt në qendër studentore nëse don opsion të lirë, nëse don opsion të hotelit mundesh me zgjedh. Edhe me bo pako edhe me autobus, për shembull, që njerëz për Bullgarisë, për Maqedonisë, për Shqipërisë, me në ardhë në grumbull po tamam si grid që me shfrytëzu edhe festivalin, po me sakt. Edhe me bo një çmim që është i favorshëm sepse festivali ka çmimin e favorshëm. Mirë po me bo një pako që aty ne ja u zgjidh krejt problemin. Mos me menduaj ku ka me flajt ose me çka ka me mri deri në festival ose çu ka marrë për një qytetit në tjetrin. Po mundohem në plot drejtime me punu në mënyrë që kjo vlerat që kemi 22 milion me bo 50 milion, me bo shumë më shumë. Edhe, po besoj që jemi në rrugë dur, nuk i kemi kry krejt detyrat, po Alban, kemi shumë punë. Kjo është punë e madhe, është e jashtëzakonshme që bëhet. Më intereson, keni pas të lashe më herët, se ndoshta ata që keni mri me kuptu ju, e ndoshta me parashiku ton qëtë efekt që mundet me pas, si me thonë, ton qëtë impact në ekonomi në promovim të Kosovës, ka pas njerëz në për institucione që nuk e kanë kuptu drejt. Sot, institucionet, a janë, si me thonë, bashkëpunuse edhe, apo keni vështirësi, si me thonë, prej zinxhirit të sigurisë që është prej aeroportit, me polici, me institucione, me komuna, me këtë këto tjerat, apo ka një qasje në ndryshe, e kanë kuptu që kjo është efekt shumë më i madh se sa ndoshta qysh një kohë kritiku si një biznes, se na kemi qef që shtu mi të kurë. Dhe kemi ngushtu pak kështu pikpamje. Me gjithë kritika, si me thonë që një biznes i zakonshëm. Duka gjithë lipës ose i një kompanie. A kanë kuptu që të rëndësit festivalit, a e në sot ma bashkëpunus, prej fillimit, në fakt. Ma letësus që ty në gjana, se gjithë shka nuk varet për juve, duhet me pas ta mekanizma. Në fakt, prej fillimit kemi pas mbështetje të mirë, për shembull prej plot zinxhirëve të sektorit, që neve na prej. Për shembull, policia ka qenë jashtëzakonisht bashkëpunuese edhe mbështetëse ndaj festivalit, edhe kanë ardhur për shembull në numra edhe për shkak të detyrës që kanë ata për shkak të sigurisë publike që nevojitet me pas trupa shtesë. Që në që edhe këta janë një imazh i mirë që jallon Kosovës. Ajo ata kanë të kalu detyrën, domethënë nuk e kanë bërë vetëm për detyrë, por kanë bërë edhe për dëshirë, për me u siguru që gjithçka shkon, domethënë edhe komunikacioni, trafiku, edhe siguria e masës në festival me qenë e jashtëzakonshme. Domethënë vinë krejt njësitë të mundshme të policisë Kosovës janë prezente në festival. Qoftë, domethënë, ato trafiku, qoftë që arruajnë imazhin e Kosovës, kështu edhe kallëzojnë tamam që ata që po mundohemi na me edhe krejt organet e sigurisë janë tepër bashkëpunuese. Kemi pas për shembull raste kur edhe na i kemi mbështet. Për shembull, ushtarët e rit FSK, kadet e ri, kemi thirr, kemi thënë po dojna na me ju pas juve dhe me qenë prezant këtu. Domethënë kemi mbështetur edhe ata. Pra grupin më të mirë që zgjedhin FSK-ja dhe i thirrim. Edhe i thirrim për çdo vit me më shumë kënaqësi. Domethënë është një raport i mirë i krijuar me krejt instancat, natyrisht komuna e Prishtinës na ka mbështet në plot drejtime, domethënë përveç hapësirës, dhënies shfrytëzim, po me aq sa kanë pas mundësi, na kanë mbështet edhe në aspekte tjera, domethënë ata bojnë edhe një mbështetje financiare optimale ose të vogël, kisha më thonë. Krahasu me impaktin është krahasu me impaktin, po aq është mundësia, kështu që ndërsa presim që edhe institucionet qendrore me rrit mbështetjen, se ne kemi për shembull mbështetje pe ATK-s, pe doganave, lehtësime,
në transport e krejt gjana tjera, mirë po neve na vjen edhe një A ishtë pozion dash me financiar. ndalë një buxhet prej qeverie? Ishtë dash E se di që e kemi pas, po në vazhdimësi një kanë të paknaqur se si me thonë, kjo është shumë më e madhe se sa në është tani mbështetje që e keni marrë prej qeveri. në fakt neve na vjen mbështetja financiare prej qeverisë për një arsye të vetme, jo për festivalin, po për artistat. Domethënë nëse na kemi Sa? buxhet më të madh, bim artista më të mëdhaj. Më rrin me kuptu. Po edhe çmimi i biletës biletës mas menojnë që ajë se ka raporte të mira. edhe çmimi i biletës metet ose më i ult ose standard. Domethënë neve na vjen më shumë infuzion financiar në mënyrë që ti më herë Ishtë me pas mundësi subvencionu që me kanë edhe biletat më të me çmime më të përballueshme edhe. Ti më rrin që të efektin. Ideja është që nëse kiti mjetet garantume, se të zëtume, ti mundesh me ju qas krejt artistave kryesor në botë me thonë, hey, unë sot paguaj. Nëse ti vjen me një tetor, bisedojmë në ti, me një tetor në nesër më me të pagu ty me një avans për me arti, me të garantu datën për mua. A kështu ti nuk uzon për shkak se ti nuk e din sa është. Kur nuk e ki, mas ne duhesh me forcat tua dhe me obligimet që i merr ti vet përsipër, me bo tani të mundshme ato që mundesh me bo të mundshme, jo ato që kishe pas dëshirë, edhe nëse kishe marrë emra dhe një herë më të mëdhej ose edhe më shumë se sa që veç i sjellin, kish me qenë shumë më i mirë. Dhe impakti ekonomik, në vend që me qenë 22 milion, kish mujt me shku në 50 milion. Kështu që cila do që është mbështetja prej qeverisë Kosovës, ose prej komunës Prishtinës, ose cili do institucion, na raportin zakonisht kemi 1/20. Nëse mu më jep 1 euro, në ti kthej 20. Edhe unë e thëm, kështu edhe me shoqnin kur bisedojmë, thëm, edhe në kësi raporti, cili do biznes, ose organizat, ose OJQ, që ka këtë garanci për ty, më jep 1 euro, ti kthej 20, nëse është ky raport mes neve, ti dush me financu. Shteti e ka shumë fish më të madh se. Po. S'ka lidhje ka emrin Sunny Hill Festival as çu ka emrin. Nëse ka kësi impakti, ti dush me mbështet se është për ty mirë, jo për mua. Se unë i marr 1, ti merr 20. Edhe kur i marrën në atë 1 euro prej te mbështetje, unë e bëj bashëm artista në skenë më të madhe, skenë më të mirë, bona më atraktiv se sa që me thonë një festival në Hollandë ose në Hungari ose dikun tjetër që vese është i madh, edhe i cili vese mbështetet për shtetit. Është praktik e zakonshme, për shkak Kroacia ose Serbia ose Malezi. Se llogarit veç të veshën që ti qarkullimi që bëhet, shteti është dashur pak të një... I mbëlon kogja do rroga në sektorin publik. Po, rrogan po, si me thoni 5% ose 10% i saj në më mbështet festivali, për ju i shkon shumë ma... Neve na vjen më shumë mbështetje për me bo programin më të mirë. Artistat më të mirë, skenën më të mirë, produksionin më të mirë. Kur i bëjmë këto, mastaj nuk ka emën që s'kishte mujt me prunë Kosovë. Mirë po, deri tash po mundohem me forcat tona me bo këtë punë, edhe impaktin që po japim shtetit është me shefin edhe kënaqësinë më të madhe sepse e bëjmë për vendin tonë. Nuk e bëjmë për institucionin përkatës, po e bëjmë për impaktin që ka shteti, edhe ekonomia. Unë thash, kur mbuloni 100% të hoteleve, nuk përfiton festivali. Përfitojnë hotelit, shumë mirë që përfitojnë hotelit. Ose bujtinat private, ose taksi kompanit, ose ato parukerit, ose kush do tjetër. Është mirë sepse na jemi në një farë ai pala që po e mundson, platforma që po e mundson këtë vlerë ekonomike, edhe ku me pas mundësi 2 ose 3 herë ose 4 herë në vit me pas ngjarje të tilla që mos më qenë Sunny Hillit dikush që e mbështet ekonominë e kryeqytetit ose të qyteteve përreth. Minimalisht 5.000, 10.000 ma shumë me i sjell, shteti e kompenzon që të cilën do mbështetje që jep. Cila do që mundet me qenë shumë, raportin e kemi, s'po them herë 20, ndoshta po e teproj, po në rastin më të keq herë 10, 15 ndodh. Albano, ne jemi ka fundi intervistës, po kom qef ato momentet ndoshta që lanë përshtypje më të mëdha, se në fund ditës këtë problemet e kit, lodhjet, këto, tani janë dononca të vogla atë që kjo ndjenja krenarisë, që kjo ato momentet kur njerëz ose artistat maj ti ki rastin me i taku personalisht edhe talon një fjalë mirë, një përshtypje. Qëto, cëla konë është ta momentet ku ti për këtyne artistat maj, këtyne emna që pak njerëz kanë rastin me i taku me po live, pavarësisht që mund me ndjek performancat e ty në karrierë, muzikën e ty, ose me pëlqy, ose me adhuru. Që kona
Në moment ku në jo prej tyne ta ka thonë ai fjalë ose për Kosovën ose për organizimin ose me Neve mas Ose shumë të kështu momentet kështu ma sakt. emocionale që të kanë bërë me thonë, okej, ja ka vlejt. Ka plot momente emocionale dhe shumë kështu që i nin, secili prej neve, po mas shumë të neve si kep si grup që na pëlqen është kur artistat e mëdhaj botëror thonë menzës po presim më kthy prap, në ardhmë Prishtinë prap. Domethënë edhe mas performancave ty në thonë kur do që na thërni, na jena këtu. Domethënë kjo është jep shumë kënaqësi. Po kënaqësi më të madhe mu personalisht më ka dhënë është fotografia e trive që shohim në festival. Nuk ka kur gjë më të bukur që mundesh me pa në Prishtinë, si sa tritet dhe trejat që dokën jashtëzakonisht mirë secili më mirë se tjetri. Edhe ti thu, është shteti jam edhe ka këtë grup, këtë komunitet trive që janë shumë të kulturuar. Nuk e thot kërkujna shtyju ma ne, nuk e ngacmon, nuk është ambient shumë i sigurt për krejt ata mia tri që vinë, cilë dokën shumë bukur edhe ty për një moment ose për 3 ditë spaku, ta jep ndjenjen që je bën krenar me një vend shumë të zhvilluar botnor, qoftë ka aspekti i përvojës e merr për tyne, po edhe për pamjes, se është me të vërtet pamje shumë e mirë dhe na kënaqë, më thënë, shumë mirë që kjo është përmbushja jonë, që po mrimi mbledh më të mirë e shoqënisë tonë me një vend, qoftë media, qoftë trit, qoftë artistat, edhe krejt janë shumë në disponim të mirë, edhe japin energji të mirë, edhe masnej është për një me shumë moment emocional edhe përmbushje, që thu krejt lodhja, krejt net e gjata dhe orë të gjata të punës që bojmë krejt ekipa, jo veçun, ja vlen sepse po krijojmë diçka që ka ndikim përtej meje. Nëse unë po punoj 15 orë në ditë mesatarisht për 2-3 muaj, përfiton edhe studia e jote, edhe ky lokali poshtë, edhe secili pej neve krijon diçka ose krijon një lidhje emocionale. Domethënë do njerëz takohen, do tri diasporës vinë që nështë s'kishin ardhur se sofron Kosova shumë atraksione tilla që më nxit ata me ardh, edhe është mbledhja më e madhe e trive diasporës në Kosovë, në Sanell. E kjo masnej, se na diskutojmë shpesh, edhe unë e te edhe në shoqëni, thojmë që tri gjenerat e reja tash me që jenë rritë në venet huja, kanë me pas gjithnjë më pak arsye me ardhë në Kosovë, sepse nuk e kanë lidhjen emocionale me Kosovën. Mirë po, nëse na krijojmë momente tilla, një festival të filmit, një të muzikës, një të artit, një çka do që është, këto momente të shpeshtohen, kur shpeshtohen, lidhja tyne me vendlinjen rritet. Edhe kështu e mojmë lidhjen tonë të shnosh, edhe i hekem paragjykimet, edhe i tregojmë edhe atyne që na jemi evropian, nuk kemi me fort mrapa, edhe që kemi shihet e njëjta në muzikë, shihet e njëjta në veshje, në ushqim, në sjellje, në kulturë, edhe këto efektet padukshme dhe pamatshme krijohen edhe rriten, e masnej benefitet besoj shohim krejt si shoqëni, jo veç na si ekip. Alban, nashta veç kjo është momenti ku na e shohmi të vërtetën e qëti popullit ton, e diasporës, në ato që është shumicë, e që është që kjo ftyre që kjo i marrë që na bën më një krenar, në këtë rast, nuk është që kjo vrashtërsia e idiotësia politike, e nashta edhe që kjo reflektimi edhe jo një media, që në gjatë ton vitit ma shumë i dhona hapësirë dë budallëve edhe lajmeve shumë të mira që do. Shëmtuara. E nështë nuk e shumë, nuk fokusohemi shumë të që kjo ngjarjet e mira. Jo të që kjo pjesë e qytetarëve, që janë vlerë që kanë herë mundesh me thonë, okej, se janë nështë standard edhe më i lartë se në Evropë, që kjo rini që për një me është e mrekullueshme. Po këtu vëmendjen për na tërheqin këta që janë shumë të zhurshëm dhe të zëshëm, politikisht që janë që kjo që unë gjithherë kam thënë kjo është grup i vogël, po që britma të tyne e vrasësia tyne ka herë na merr komplet këtë diskusin. Po më duket që është edhe gjenerat tjetër. Është gjenerat tjetër që është rrit ndoshta në rrethana të tjera. Tash kur po menaj, të rit nuk janë as ngarkum me tash kur po politikë edhe me ngjarje ditore. Na është dash nështë me umburë me qëtë pjesë, ku na që ta shumicën i shoh me në edhe me promovu sa më shumë rastet më të mira që i kemi qoftë në Kosovë, qoftë në diasporë, për shkak se, më thëmë, të rit nuk e besoj edhe prej përvojës që kam pa me festivalin, nuk janë të ngarkuar me politikë dhe me negativitet, janë shumë të mirë, të jashtëzakonshëm bile me thonë. Kështu që në vis na vjen nashta me kriju më shumë hapësirë dhe platforma për me shpreh ata më të mirën e tyne,
e mos me harxhu kohë në negativitet ose me përçu mesazhet këqija ose negative që neve na bojnë më keq. Alban, artistat tonë, kush ka me performu? Kemi një grup të madh të artistëve të vendor, domethënë qoftë artista të rinj, qoftë artista të konsoliduar që i njohim që sa vjet edhe që e përcjellin festivalin. Unë besoj që mbrana pak ditëve kemi pas listën e plot, se s'po duam i përmend dikon e masnej me haru, dikon tjetër e ka listë gjatë, po që kam qenë në line-up jashtëzakonisht unik, prandaj edhe po them, për që është unik, po bën çdo vit me urrit edhe audiencë ndërkombëtare po dhe vendore, sepse kjo rritja për 20-30%-ve po ndodh prej dy palëve. S'po vinë vetë hujt, po edhe këta tonë që kanë hezituar ose ka pritur me marr rrugën, çka më thon për Prizrenit në Prishtinë, tash e merr me shumë kënaqësi edhe e ka mision kështu të vitit ose të verës me kom prezent në Prishtinë në kohën e festivalit ose me anulu pushimin, se kjo për shembull tash është bën një problem interesant të prindrit, thonë tash na pushimet vjetore nuk mund mi marr kur dojmë na, po i marrim kur fëmijët vinë në festival e kryjnë këtë pjesë, mas në periudha tjetër është e lirë për mu vendos. Alban, pyetja e fundit. Nëse sonte do duhemi premtu qytetarëve vetëm një gjë për Sony Hillin 2026. Cila është çaj premtim që ndoshta do t'i lënë përshtypje edhe kanë me prit me kurreshtin më të madhe. Na zakonisht e bëjmë një premtim, po nuk e kemi zyrtarizuar si premtim, që e përsërisim shpesh. Muj me premtu që është vikendi më interesant dhe më atraktiv që mundesh me kalu në Kosovë. Absolutisht, pa modesti, po them, nuk ka asnjë ngjarje tjetër më interesante që mund të mi kalu orët e tua prem të shtu në Diellë sesa me qenë në Prishtinë në Sunny Hill Festival. Për shkak krejt faktorëve që i përmenem, po është definitivisht vikendi ose fundjava më unike që e përjeton jo vetëm në rajon, jo vetëm në Kosovë, po në Prishtinë gjithsesi. Alban, falenderoj shumë e të rej shumë suksese, me në fokusin e personalisht prej kur ka nis ky festival, nuk i kam dhënë mbështetje si medium, për shkak asë një kompanije të përveshme, në këtë rast nuk e kam pa kur as kompania Republika, as individi, as rrethja shoqënia jam, po për shkak se është kontribut i madh për Kosovën. Faleminderit shumë juve për mbështetjen e për mundësinë. Nuk ka asnjë tjetër të këtyne përmosave në krejt çto që i diskutojmë. Faleminderit shumë. Që mirënjohës edhe duhet më ju falenderu krejt Kosova për këtë mundësi që pja jepni këtë imazh që po jepni edhe popullit të Kosovës edhe Kosovës. Faleminderit shumë. Thank you, suksese. Faleminderit.